Unë mendoj që gratë në shoqërinë tonë kanë zonë një vend mjaft rëndësishëm. Jo vetëm në rajon, po edhe në botë, ku kemi një grua presidente, kemi pas një grua kryetare të gjykatës kushtetuese. Mandej kemi pozita, do me thonë gra në pozita kyçe. Mendoj që ende është ajo mendësia ku gruaja konsiderohet si gjini më e dobët, edhe është ajo bindja që ajo duhet gjithmonë mi shërby familjes, shoqërisë e kështu me radhë. Përshëndetje. Ç'është ke? Mirë, faleminderit, mirë shumë. Ju si po kaloni? Mirë si gazetar, ashtu anë mban çdo prekaj për avje? Për Prishtinës. Prishtinës. A vjen apo me çfarë mirësh? Unë jam juriste, ligjëruse. Po. Sa vite ushtron këtë profesion si juriste? Tash vitet po kalojnë, ka kohë, domethënë, vi 15 vjet. Vi 15 vjet. Po. Atë ka bërë profesion që për vete tamam që e ke zgjedh kështu. Po e kam zgjedh në moshë shumë të hershme, domethënë, atëherë edhe kur zgjidhen studime, domethënë në moshën 18 vjeçare. Unë kam studiuar në Austri. Atje jemi gjindë pas luftës në Kosovë, kështu që më detyru studimet atje mi fillu, mi vazhdu, mi përfundu edhe me u rikthy në Kosovë, pas një kohë gjatë. Zhvillum, studiosh privilegj ka qenë privilegj. A ke ndonjë moment interesant që ke kaluar gjatë studimeve? Shumë momente, nuk ka qenë e thjeshtë, prej perspektivës Kosovës, shpeshherë ju duket që është e lehtë për ata që studiojnë jashtë, mirë po me një vend cili ka traditë në kulturë, në arsim, në shumë çka, aq më tepër m'ju ditë gjuhën, nivelin e duhun, veçanti në lëmin time në juridik, nuk ka qenë e thjeshtë, domethënë jam ballafaqur me sfida ndryshme, po ja që ja kam arrit qëllimin, domethënë. Duket që ke besim vete. Je fort femër. Besoj se po kisha me thonë po. Çka e bën një femër të fortë e të padurzueshme? Besoj ambicia, besimin vetvete, edhe me u rikthy, domethënë pa marrë parasysh sfidave dhe atyne setbacks, me qenë gjendje me u ringrit edhe me luftu tutje për bindjet e veta, për ato çka don. Para sfidave, përballë sfidave, sa je fort të përballesh? Tentoj me qenë e fort, domethënë nuk është gjithmonë e lehtë, shpeshherë njeriu dëshpërohet, në rreth këtu në komunitetin tonë është e mirë njohun që nuk është e lehtë çdo herë, nuk shkon çdo gjë me merit. Unë shumë shpresoj që me kalimin e kohës kanë me u shfaq ato meritat me ardhmë pa edhe meritokracia. Domethënë mos me mendu njerëz që vetëm përmes lidhjeve qoftë familjare, partijake, kështu me radhë mujnë me arrit qëllime, po me vlerat që i përfaqësojnë edhe cilat i kanë. Një grua përgjithësi, sa po vlerësohet sot shoqërinë tonë? Unë mendoj që gratë në shoqërinë tonë kanë zonë një vend mjaft rëndësishëm. Jemi prej shteteve të pakta, jo vetëm në rajon, po edhe në botë, ku kemi një grua presidente, kemi pas një grua kryetare të gjykatës kushtetuese. Mandej kemi pozita, domethënë gra në pozita kyçe, udhëhece. Mirë po mendoj që ka ende shumë punë për të bë, edhe me arrit aty ku ishte dashur me qenë. Sa mbështetjen mjaftueshëm sot gjenia femrore përgjithësi? Sa kanë mbështetje? Mendoj që pjesërisht kanë, jo gjithmonë, domethënë ju ne e dim që një shumicë e grave në Kosovë nuk janë të punësume. Mandej kemi probleme ndryshme, domethënë sferave të ndryshme. Po me shpresë që edhe nga ana institucionale, po edhe nga ajo kulturore familjare, duhet një mbështetje, domethënë. Është një pjesë përshësuar dhuna familje, gruaja domethënë e cila është shumë e prekupuar në këtë pjesë, ka shumë domethënë që po na bën mundi keq, si sheh këtë fenomen. Po, ky fenomen është një fenomen shumë shqetësues, dhe prap kisha me potencu që nuk është vetëm në shoqërinë tonë, domethënë është tepër i shfaqur, domethënë edhe në vendet më zhvilluara evropiane, edhe e kam fjalën për perëndimin, madje edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë ka dhunë të jashtëzakonshme ndaj grave. Mendoj që ende është ajo mendësia ku gruaja konsiderohet si gjini më e dobët, edhe
është ajo bindja që ajo duhet gjithmonë mi shërby familjes, shoqërisë e kështu me radhë. Po unë mendoj që institucionet janë këtu shumë të rëndësishme, domethënë me siguru mbrojtjen për viktimat e dhunës, po edhe gratë kanë guximin edhe t'i raportojnë rastet, të mos jenë, domethënë të mbylluna në atë botën e tyne, shtëpinë e tyne edhe me mendu që nuk ka rrugdalje. Gjithmonë ka rrugdalje. E di që shpesh herë është shumë e vështirë, është më e lehtë më u thonë, mirë po gjithmonë është a matter of choice, si thonë, se cili e ka në duart e veta vendimin për jetën e vetë, për me shku një hap tutje. Që një grua sot akoma në vendin tonë është sklave një burri, që ekzistojnë. Nuk kisha me thonë, bashkë në atë mënyrë, nështë ka raste, mirë po ne jemi dëshmitar të kohës ku gratë në ditë sotit do me thonë rata e ndamjeve është shumë e madhe, edhe ajo ka të bojë me një vetëdisim të grave, jo që je përkrahje unë atë fenomen, mirë po për diri sa vjen diri të ndamja aq masive, do me thonë që ka përparu edhe ajo vedia e gruas, edhe do me thonë me siguri ka, po shpresoj që në atë termë si e shprehet ju sklave, nuk duhet jetët, nuk duhet të ekzistojnë në asnjë mënyrë. Qartë them, ka disa që ndoshta disa gra nuk e raportojnë dhunën për hir të familjes, fëmijëve, ndoshta edhe tolerojnë këto. Kemi shumë raste që kemi pasur. Këto pikërisht në intervista të kemi. Po, e vërtetë është ajo frika financiare, mirëqenia financiare. Vendi ku mu kthy nëse nuk kanë punë, do me thonë du të me pas mundësinë me u kthy në shtëpitë babës prej aty nga vinë. Ndoshta shpeshherë edhe ajo është një problematik, mirë në vendet ndoshta edhe rurale më tepër, se sa në kryeqendra, por po shpresojmë që edhe këto kanë me shku drejt eliminimit me kalimin e kohës. Një mesazh ju si zë i fuqishëm i gruas, një mesazh, një këshill gjitha grave, vajzave. Keni besim vetvete, mos heqni dorë, shikoni përpara edhe punoni për drejtat e juja, ngriteni zërin gjithmonë. Ishte shumë kënaqësi, kaq shumë të marrësh mesazhe të mira për një gruaje. Unë të uroj më të mira në jetë, suksese. Faleminderit.